Kur jeta të përballë me njerëz me dy fytyra, si t'ja dalësh? Në jetën e përditshme shpesh përballemi me njerëz që në fillim duken miqësor, të sinqertë dhe mbështetës, por me kalimin e kohës tregojnë një tjetër fytyrë, të ftohtë, manipuluese apo mashtruese. Këta janë njerëzit që shpesh i përshkruajmë si me dy fytyra. Përballja me ta mund të jetë emocionale, lodhshme dhe shpesh lënduese. Çfarë do të thotë njeri me dy fytyra? Psikologjikisht, njerëzit me dy fytyra shpesh kanë tendenca manipulimi, dyfytyrësie sociale apo personalitete të paqëndrueshme. Ata paraqesin një imazh të caktuar para një grupi njerëzish, ndërsa pas krave veprojnë ndryshe. Kjo sjellje mund të lindë nga pasiguri të thella, mungesë empatie, ose si pjesë e çrregullimeve të personalitetit si narcizmi apo çrregullimi i kufitar i personalitetit. Pse është e vështirë përballja me ta? Thyerja e besimit. Më e dhimbshme se vetë mashtrimi është fakti se besove dikë që nuk e meritonte. Konfuzion emocional, ndihesh fajtor, i hutuar, pyes veten, a jam unë problemi? Izolim social, frika nga zhgënjimi mund të shtytë të izolosh dhe të mos i besosh askujt. Si të mbrohesh? Mekanizmat mbrojtës psikologjik. Psikologjia ofron një sër mekanizmash mbrojtës që ndihmojnë individin të ruajë ekuilibrin emocional në situata të vështira, ja disa nga më të rëndësishmet për këtë rast. Vendosja e kufive të qartë, kufit emocional dhe social janë të domosdoshëm. Mëso të thuash jo dhe të mbrosh hapësirën tënde personale. Kjo nuk është egoizëm, por vetë kujdes. Nuk kam pse ti toleroj sjelljet që më dëmtojnë, edhe nëse dikur të kam konsideruar mik. Vëzhgimi e objektiv i sjelljeve. Mëso të dallosh fjalët nga veprat, mos u fokusoni vetëm tek ajo që thuhet, por vëzhgoni vazhdimësi në sjellje. Kur dikush të flet mirë, por vepron ndryshe, beso veprimin jo fjalën. Reflektimi dhe vetëdia emocionale. Kur ndihesh i lënduar, pyet veten, çfarë më shkaktoi këtë gjendje? Vetëdia ndihmon individin të kuptojë më mirë reagimet e veta dhe të mos bjerë prej manipulimit emocional. Mbështetja emocionale. Ndaj përvojën me njerëz të besueshëm, mbështetja nga familja, miq ose një psikolog është thelbësore për të kaluar dhimbjen emocionale dhe për të rimarrë besimin tek të tjerët. Rikthimi i vetbesimit. Kur përballesh me njerëz dy fytyrësh, shpesh ndihesh i nënvlerësuar apo i pavlerë. Kujtoj vetes vlerat që ke, qëllimet e tua dhe njerëzit që të duan për atë që je në të vërtetë. Pranimi pa dorëzim. Pranoj që ekzistojnë njerëz që s'mund t'i ndryshosh, por kjo nuk do të thotë të dorëzohesh, përkundrazi, mëso të zgjedhësh kujt i jep kohë, energji dhe zemër. Përfundim, përballja me njerëz me dy fytyra nuk është vetëm një përvojë e dhimbshme, por edhe një mundësi për rritje personale. Ajo na mëson rëndësinë e vetëdijes, forcës kufive dhe bukurinë e sinqeritetit. Në një botë ku fasadat janë të zakonshme, ti jesh i vërtet është akt guximi dhe të dish si të mbrohesh është akt mençurie.